Dashi, sot ndjenjat tua do të ndizen si flak pranverore, duke të dhënë energji të reja. Në frontin e dashurisë është koha të tregohesh i hapur dhe i sinqert me partnerin. Një bisedë zemërhapur do të forcojë lidhjen tuaj. Në punë, sfidat mund të duken të mëdha, por me qetësi dhe vendosmëri do t'i kapërcesh. Mos harro të kujdesesh për detajet e vogla, pasi ato do të bëjnë diferencën. Financat janë në një fazë stabiliteti, është momente për të menduar për investime të vogla që do të japin fryte në të ardhmen. Mos e nënvlerëso rëndësinë e frymëmarrjes së thellë dhe meditimit për të qetësuar mendjen. Energjia e brendshme do të jetë mikja jote më e mirë sot, duke të mbushur me shpresë dhe optimizëm. Demi. Në këtë ditë të Marsit, ndjenja e stabilitetit do të udhëheqë në çdo hap. Energjitë e qeta të mëngjesit krijojnë një atmosferë ideale për të adresuar çështjet e punës. Përkushtohu ndaj projekteve që kanë nevojë për vëmendje të hollësishme dhe organizim. Në sferën e dashurisë, një bisedë e sinqertë me partnerin mund të sjellë qartësi dhe afrimitet më të madh. Nëse je i vetëm, dëgjoj instinktet e tua dhe mos e nxit në mënyrë të panevojshme zemrën. Financat mund të kërkojnë pak më shumë vëmendje, ndaj planifikimi i kujdesshëm do të jetë aleati yt më i mirë. Merr kohë për veten sot. Një shëtitje në natyrë mund të të mbush me një ndjenjë paqeje të thellë dhe reflektimi. Kujdesu për mirëqenien emocionale dhe shijoje këtë ditë të qetë. Binjakët. Ndërsa dita fillon me diell, energjia e sotme të fton të eksplorosh mundësi të reja në punë dhe jetën personale. Një bisedë e papritur mund të sjellë lajme pozitive që lidhin mendjen dhe zemrën, duke hapur horizonte të reja. Përpiqu të ruash ekuilibrin financiar duke shmangur shpenzimet e panevojshme dhe investimet me risk të lartë. Në dashuri, një gest i vogël mund të ndryshojë dinamikën e marrëdhënies, duke sjellë një ndjenjë të thellë afërsie. Nëse ndihesh i ndryshueshëm, merr kohë për veten dhe reflekto mbi qëllimet personale. Jeta ka një ritëm magjepsës sot dhe gjithçka që duhet është të ndjekësh melodinë e saj unike. Kujdesi për shëndetin mendor dhe fizik është gjithashtu një prioritet. Daforia. Sot është dita për të ndjerë thellë, duke gjetur qetësinë në momentet e përditshme. Ndiq rrjedhën e natyrshme të ndjenjave dhe lejoji të udhëheqin drejt harmonisë. Në punë mund të ndjesh një shtim energjie që të ndihmon të përfundosh projekte të rëndësishme. Mos e humb fokusin, por në të njëjtën kohë mos harro të ndalesh për një pushim të vogël, i cili do të rigjallërojë. Në çështjet e zemrës, përqafimi i momenteve të thjeshta do të sjellë ngrohtësi dhe afrim me partnerin. Bisedat të hapura janë çelësi për të thelluar lidhjen. Financat duken stabile, megjithatë është momenti që të mendosh për investime afatgjata. Intuita jote është shoqja më e mirë sot, dëgjoje me vëmendje. Luani. Dita nisi si një melodie e butë që të fton ta dëgjosh me kujdes. Angazhimet profesionale kërkojnë vëmendjen tënde, por sot do të ndihesh i mbushur me energji krijuese që mund të çojë përtej pritshmërive. Përqendrohu në qëllimet afatgjata dhe mos lejo shqetësimet e vogla t'ju devijojnë nga rruga. Në dashuri, një bisedë e thellë me partnerin mund të sjellë qartësi dhe afrimitet. Nëse je beqar, mundësia për një takim të rëndësishëm është në ajër. Financat janë të qëndrueshme, por ki kujdes me shpenzimet impulsive. Mos harro të ndalosh për një moment dhe të vlerësosh çdo detaj të vogël që të sjellë gëzim. Harmonia e ditës do të ndriçojë si një rrezë e ndritshme e pranverës. Virgjëresha. Sot është një ditë e bukur për të zgjuar kreativitetin dhe për të shfrytëzuar energjinë pozitive që vjen drejt teje. Në punë do të ndihesh i motivuar e plot energji për të përfunduar projektet e filluara. Mos harro të qëndrosh i organizuar dhe të menaxhosh kohën siç duhet. Në aspektin e dashurisë, komunikimi është çelësi. Një bisedë e hapur me partnerin do të sjellë afërsi të reja. Nëse je beqar, mund të tërheqësh vëmendjen e dikujt të veçantë. Financat po stabilizohen, por është me rëndësi të vazhdosh të kursesh për të ardhmen. Kujdesu për shëndetin mendor duke gjetur pak kohë në natyrë ose duke medituar. Sot është dita për të ndjerë harmoninë dhe për të gjetur paqen e brendshme. Peshorja. Gjatë kësaj dite, zemra do t'i ndjejë valet e veçanta të dashurisë, një ndjesi që kërkon të shijojë momente intime dhe të ngrohta me partnerin. Nëse je në kërkim të harmonisë, mund të gjesh mënyra kreative për të rritur lidhjen tuaj. Në punë, disa projekte mund të kërkojnë vëmendje të veçantë, por përpjekjet e tua do të shpërblehen me mirënjohje. Bëj kujdes me shpenzimet dhe shmang vendimet impulsive që mund të ndikojnë në buxhet. Energjia e përgjithshme e ditës do të jetë e balancuar, duke të ndihmuar të ruash qetësinë dhe fokusin. Përfito nga kjo për të medituar, duke gjetur paqe brenda vetes. Lëre veten të rrjedh me ritmet natyrale të jetës dhe të gjesh bukurinë në çdo moment të vogël. Akrepi.
Dita e sotme sjell një energji të ngrohtë dhe miqësore, duke ndriçuar marrëdhëniet tuaja personale. Në dashuri, hapni zemrën dhe mos keni frikë të ndani ndjenjat tuaja më të thella. Nëse jeni në një lidhje, diskutimet e sinqerta do të forcojnë lidhjen tuaj. Në punë, kreativiteti dhe përkushtimi juaj do të vlerësohen nga kolegët dhe eprorët. Mos e nënvlerësoni fuqinë e bashkëpunimit, pasi idetë e reja do të lulëzojnë nga diskutimet e hapura. Financat mund të kërkojnë pak vëmendje shtesë, prandaj menaxhoni buxhetin me kujdes për të shmangur surprizat e pakëndshme. Energjia juaj emocionale është në një pikë të lartë, duke ju bërë më të vëmendshëm ndaj ndjenjave dhe intuitave personale. Jeni të hapur ndaj mundësive të reja që vijnë në rrugën tuaj. Shigjetari. Dita e sotme sjell një frymë të re me jetën tuaj emocionale, duke krijuar hapësirë për të forcuar marrëdhëniet personale. Ndizni flakën e dashurisë me një gest të vogël, por plot kuptim. Në punë, kreativiteti juaj do të shkëlqejë, duke ju dhënë mundësinë të dalloheni mes kolegëve. Mos keni frikë të ndani idetë tuaja inovative. Financat duken të qëndrueshme, por ruajtja e një qasjeje të kujdesshme është e dobishme. Mendoni për një investim të vogël që mund të sjellë përfitime afatgjata. Një ndjenjë qetësie dhe mirëqenieje do t'ju përcjell gjatë gjithë ditës. Përfitoni nga ky moment për të reflektuar mbi gjërat që ju sjellin lumturi. Kujdesuni për veten dhe merrni kohë për të pushuar, duke mbajtur mend se çlodhja është po aq e rëndësishme sa përpjekja. Britsjapi. Sot është një ditë e bukur për të reflektuar mbi qëllimet personale dhe profesionale. Ndjenjat e brendshme do të jenë të gjalla dhe do të ndjeni të motivuar të bëni përmirësime. Një ndjenjë paqeje do të mbizotërojë në marrëdhëniet shoqërore, duke ju ndihmuar të riktheni harmoninë e humbur. Në dashuri, është koha për të dëgjuar zemrën dhe për të ndarë ndjenjat me një të dashur. Në punë, shfaqni shkatësitë tuaja dhe mos keni frikë të propozoni ide të reja. Kujdesuni për financat duke marrë vendime të menduara mirë. Një shëtitje e qetë në natyrë do të ndihmojë për të qetësuar mendjen. Kultivoni momentet e qeta dhe të dashura, pasi sjellin paqe dhe qetësi të thellë. Kjo është dita juaj. Ujori. Sot është dita e duhur për të ndjekur intuitën dhe për të marrë disa vendime të rëndësishme që keni shtyrë prej kohësh. Në aspektin profesional, do të ndjeni një ndjesi të re energjie që ju shtyn drejt projekteve të reja. Është momenti për të përqafuar ndryshimet dhe për t'i parë ato si mundësi. Financat tuaja mund të kërkojnë një kontroll më të kujdesshëm. Planifikimi afatgjat do të sjellë qetësi. Në dashuri, hapni zemrën dhe komunikoni me sinqeritet. Afërsia e vërtet vjen kur të tregoni veten ashtu siç jeni. Dita mund të mbyllet me një bisedë të ngrohtë me një mik apo të dashur. Përfitoni nga momentet e qeta për të reflektuar dhe për të ndjerë mirënjohje ndaj gjithçkaje që keni. Peshqit. Dita e sotme sjell një ndjesi qetësie dhe reflektimi. Një ëndër e harruar mund të rikthehet për të kujtuar dëshirat e zemrës. Në aspektin e dashurisë, është koha e përshtatshme për të hapur zemrën ndaj partnerit dhe për të ndarë atë që ndjen. Në punë, një mundësi e re mund të shfaqet papritur. Mos hezito ta shqyrtosh me kujdes. Kujdes me shpenzimet, një buxhet i menaxhuar mirë do të sjellë paqe financiare. Ndjesia e përgjithshme është e mbushur me paqe dhe ekuilibër, mjafllat i lehtë i ndryshimit përshkon jetën tënde. Një shëtitje në natyrë do të ndihmojë në pastrimin e mendjes dhe të mbush me energji. Kujtohu të vlerësosh momentet e vogla dhe të shijosh qetësinë që të rrethon.